ne nuk mund të ndërhyjmë në Kosovë dhe absolutisht asgjë kundi tjetër. Po kur vjen puna për çështje të cilat janë në tavolinë dhe diskutohen dhe ne jemi në atë tavolinë, absolutisht ne do jemi avokatët numër 1 të Kosovës. Dhe kjo nuk ka absolutisht asnjë një diskutimi. Do jemi debatuesit kryesor për sa i përket të drejtave që i takojnë shtetit Kosovës. Do jemi mbrojtësit kryesor të gjitha atyre vlerave për të cilat ne duhet ta mbajmë Kosovën lart dhe larg konflikteve. Por duhet patur pak diferencë kur përdorin fjalën ndërhyrje apo avokaci. Në rastin konkret thash jemi avokatët më të mëdhenj dhe besoj që nuk ka në fakt kjo duhet thënë asnjë faktor dhe aktor të politikës shqiptare që nuk do të bënte të njëjtin gjë. E kuptoj. Në mbyllje të bisedës unë dua të rikthehemi edhe një herë diasporës, asaj për të cilën ne folëm në fillim, për të ditur qartësisht se cilat janë objektivat e Shqipërisë për vitin 2026 për diasporën tonë. Rreth parë, objektivat madhore të Shqipërisë janë që të krijohet një ndërlidhje shumë e madhe me diasporën, jo vetëm me takime kortezie të përzemërta, por me çështje konkrete, me çështje me krijimin e incentivave që diaspora të ketë mundësi të vinë në Shqipëri, të ketë mundësi ekonomike për të investuar në vendin e tyre. Në radhë 2 duhet përfaqësimi i mirë. Është e rëndësishme që ne të shtojmë numrin e anëtarëve në Këshillin Koordinues të Diasporës në mënyrë që vendet me dënësi shumë të madhe të diasporës shqiptare të kenë një urë lidhëse me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe me qeverinë shqiptare për të çuar kërkesat e tyre në kohë reale. Pjesa e shkollimit është shumë e rëndësishme, hapja e shkollave, ne kemi avancuar në fakt me mësues për Shqipërinë, por kjo duhet të ecë akoma dhe më tej në mënyrë që të mos humbasim gjuhën tonë dhe të kemi sa më shumë institucione të shëndosha për ta kaluar këtë gjë. Ndërkohë, në ligjin e ri për diasporën kemi hapjen e qendrave kulturore, të cilat menaxhohen nga përfaqësitë shqiptare në vende të caktuara, por me ndihmën e shqiptarëve të diasporës. Do të thotë që duhet të mbajmë edhe kulturën tonë gjallë. Të gjitha ato aktivitete të shkëputura që kanë ndodhur në anën kulturore tani do të kenë mundësi që të ndihmohen, të ketë një qendër fizike, të financohen nga shteti shqiptar dhe kjo krijon një agjendë kulturore të plotë. Pra jo një gjë spontane me një festival, por gjëra të cilat kanë lidhje me historinë, me poezinë, me artin, me përkthimin e veprave që duhen realizuar. Dhe sigurisht ajo që është themra e akilit dhe më e rëndësishme ka të bëjë me të drejtat e shqiptarëve në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Në Greqi me pjesën e pensionit, me pjesën e marrjes së dokumentacionit nga shqiptarët të cilët kanë 20 vite aty dhe ende nuk kanë dokumente. Kjo duhet vazhdoj akoma në mënyrë pothuajse agresive për të lobuar me qeverinë greke. Është e papranueshme që një shqiptar ka 25 vite aty dhe nuk ka marrë ende dokumentacionin përkatës për të quajtur i lishëm në atë vend. Pjesa e shkollimit, e bursave që përmenda, thash, gjithë paketa e të drejtave të shqiptarëve në ato vende duhet të jetë kryefjalë përse i përket punës me diasporën. Unë shpresoj të realizoni të gjitha, kjo pasi janë këta qytetarë shqiptarë të cilët për vitesh e vitesh sakrifikojnë në vendet e huaja dhe ka nevojë të ndjejnë edhe dorën e ndihmës së shtetit të tyre. Falenderoj shumë që ishe me ne, Romina, në këtë ditë të parë të Dy Weekend për vitin 2026 dhe të uroj një vit të mbarë me suksese dhe gjithçka që ti dëshiron për vetëm, patjetër. Të gjithë bashkë. Faleminderit. Të dashur miq, ne shkëputemi nga kjo bisedë me zonjën Romina Kuko, do të kemi një hapësirë publicitare për të vazhduar me të ftuarën tonë të radhës tonë në studion e A Dy Weekend.